Dhe jo më kot thonë që kur të ikën nëna, që nuk e urojmë, fëmia mbetet jetim. Kurse kur ikën babai, fëmia mbetet fukara. Që do të thotë, babai është ajo mali mbrapa ku ti mbështet supin dhe ndjen siguri dhe garanci, si për djalin dhe për vajzën. Po në adoleshencë konfliktet janë me të njëjtin seks. Mamaja është ajo që nuk pëlqehet nga vajza, ai pëlqehet shumë, po e ka kontraditën sepse po rritet, sepse po shkëputet nga modeli i mamit, do të bëhet modeli i identitetit të saj, dhe djali është ai që nuk pëlqehet nga babi se ky s'merr vesh, sa mbrapa është ky, se dhe ai do të shkëputet. Tani si do t'i ndihmojmë? Duke koordinuar, ju do bëni një tango të dashur prindër. Nuk do mërziteni dhe nuk do t'ja ngrini zërin njëri tjetrit në adoleshencën e fëmijëve, se është krimi më i madh që bëni. Dhe për disa gjëra që janë parimore, ju në atë moment nuk do të toleroni asnjëri, po do keni një emërues të përbashkët. Kështu e ndihmoni fëmijën që ai të mos hallakate, të mos shqyet, po ta ketë qartë rrugtimin ku do shkojë.